Në dëgjesën publike të organizuar nga Bashkia e Vlorës në ndërmarrje e pastrimit, bizneset, qytetarët, por edhe anëtarët e Këshillit Bashkiak kanë ngritur shqetësimet dhe kanë propozuar sugjerimet e tyre në drejtim të funksionimit më të mirë të fashave orare të vendosura në dispozicion të shërbimit të depozitimit të mbetjeve. Këshilltari i opozitës Gjergj Nika tha se ndërmarrja e pastrimit duhet të përcaktojë edhe oraret e mbledhjes së mbetjeve urbane, thënë ndryshe pastrimin e kontenjerëve. Një tjetër propozim i këshilltarit Nika ishte përcaktimi i saktë i pikave të depozitimit të mbetjeve, pasi shpesh ato janë të papërshtatshme. Filluar të konfiguronit edhe pikat e mbeturinave në pjesë të ndryshme të qytetit, sepse ka disa pika që janë në zona të papërshtatshme. Po shikosh ka shumë pika derdhje të mbeturinave që janë në mes të qytetit, në mes të rrugës, anë trotuarëve, kështu që unë u rekomandoj që të bëni një propozim konkret. Ato pika që janë në zona shumë të dukshme të futen pas pallateve ose në vende të tjera të fshehur, pasi në momentin që derdhen dhe mbeturinat ato kthehen në një katastrofë, domethënë, nga pjesa edhe organike dhe pjesa e rrugës. Për sa i përket fashës orare, unë mendoj që e para njerë dhe për qytetarët ju duhet vini me diçka aty për ta parë, në një televizion, me një monitor për ta parë në mënyrë të rregullt dhe për ta kuptuar, sepse e lexoni me gojë, por ka disa e kuptojnë, disa duan dhe ta shikojnë që ta kuptojnë më mirë. Dhe në krah të informacionit që na keni ardhur të njoftimit, përveç se detyrimeve që duhet kenë qytetarët, përveç se fashat orare që ju keni vënë dhe për qytetarët dhe për biznesin dhe për personat fizik, ju duhet vini dhe detyrimet tuaja si ndërmarrje pastrimi. Duhet vinit oraret e pastrimit në ana juaj. Se nëse vini një fashë orare, ju duhet shkruanit më poshtë orari pastrimit pas kësaj fashe orare, nëse fasha orare mbaron në 4:30, pastrimi do bëhet 4:30, 5:30. Se nuk mund të qytetarët e biznesit të derdhin mbeturinat në orën 4 dhe makinat kalojnë në orën 7 dhe aty fillojnë të vinë ere keqe dhe ka për situata të ndryshme. Por mua fashat orare janë të papërshtatshme. Fashat orare janë papërshtatshme më shumë pjesë e biznesit, sepse 15 deri në orën 4:30 është e gabuar. Për shkurtimi i vaktit bizneset do nxjerrin gjëra të tjera dhe do fillojnë edhe ere keqe dhe pjesës të këtyre mbeturinave. Mirë do ishte për biznesin fasha orare të ishte gjatë natës, duke filluar gjatë natës deri në mëngjes dhe pastrimet të bëheshin në mëngjes. Këshilltarja e Partisë Socialiste Anisa Ceno e cilëson më se normal përcaktimin e largimit të mbetjeve urbane 2 herë në ditë, ndërsa është e nevojshme sipas saj që të vendosen disa rregulla të tjera që do të ndihmojnë në një shërbim më cilësor, jo vetëm gjatë verës, por edhe gjatë muajve të tjerë të vitit. Që 2 herë në ditë është super e nevojshme. Pastaj, nëse vendoset që mbeturinat të grumbullohen te biznesi dhe të shkoj makineria ti marri një herë në ditë, një në ditë edhe në darkë, është më mirë akoma patjetër, në mënyrë të tillë që të evitohet të shmanget bingopja e koshave në momentin e vapës. Ajo që doja të sugjeroja tjetër është fakti që si për bizneset, por edhe për familjet, për rezidentët, mendoj që është shumë e nevojshme të vendosin dhe disa rregulla për tipologjinë e qeseve në të cilat i vlen mbeturinat, sepse ato do të jenë qese apostafat, jo qese që unë kam blerë në treg 1 kg qep dhe po e përdor tani për vlerën mbeturinat. Sepse ajo qese do hapet, do mbushet me halat e peshkut brenda dhe do vjera. Po flasim për temperaturat e larta, mbi 35 gradë, të cilat sikur dhe gjysmore ti lësh në diell, mbajnë shkaktojnë erë keqe. Me mira patjetër do ishte që këto koshat ishin të mbyllur, nuk e di se sa mund të realizohet, sepse ajo ka pas problematikat e saj. Koshat janë të mbyllur me kapak, janë gjithmonë hapur kapakët dhe gjithsesi janë avizive, nuk na duhen shumë lulet për zbukurime, kur përmbajtja pastaj është jo e mirë të themi, në sensin të shikojmë disa mbeturina të hapura aty. Në dëgjesën publike kanë marrë pjesë dhe qytetarë, shqetësimet e të cilëve kanë qenë të ndryshme, por të bashkuara te kërkesa për një shërbim pastrimi gjithëpërfshirës. Makinat do vi 4 herë në ditë sipas asaj itinerari të shkruar në letër, po problemi është që nuk vjen 4 herë në ditë, po vjen 1 herë në 4 ditë me fare. Unë banoj aty të rruga Muharrem Rushiti dhe problemet që janë aty nuk janë thjesht të pastrimit. Unë përfitoj nga ajo sot erdhen ata pastruesit e Elbrimit, edhe
hoqen ato ketrat ca krishen, ca gjera shumë në anëve të rrugëve. Me ato barishtet anës rrugëve, ku ka betone, të dalin nga betone, e të vjetë dispozicion me një pompë dore si të jetë, edhe ti thaj, aq sa bën benzina për atë motor Korsen, unë mendoj që një bidon të bën 10.000 lek me herbicid, meri vishë ato dhe ku ka nevojë ashtë për pastrim mas përgjese, të tjera t'i bën vetë nga gjë.